Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun azza wa jall e falenderoj, prej tij falje dhe ndihmë kërkoj salavatet dhe selamet dërgojmë mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasojnë deri në ditën e fundit. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Duke unis prej të ajo se njeriu qysh Allahu azza wa jalla ka pru në ekzistencë veçanti besimtari, vetëm se jeton i rrethum prej disa armiqve, edhe ato jo një, po më shumë se një. Duke nis prej këtij rregulli që Allahu azza wa jalla e ka caktuar për njeriu në sprov, jo se na e kena zgjedh, jo se na e dëshirojmë, mirë pa Allah azza wa jall e ka bo rregull që t'i sprovon njerëzimin. Njeriu e ka një armik, nëse është e saktë me i thonë, në vetën e tij para se me fol për armiq tjerë të jashtë. Duke u bazu në fjalën ku Allahu azza wa jall thot në surën Yusuf, inna nafsa lamaratun bisu, me të vërtet nefsi i njeriut është që urdhëron për të keq. Anon ka e keqja. Ky nefsi i njeriu që na e kena në vetën tonë që Allah azza wa jall e ka kriju. Duke u nis prej te kjo, ku edhe Allahu azza wa jall kur e përmend nefsin na obligon, edhe na porosit, edhe kërkon prej neve si besimtar se ky nefs ka nevojë për tezkije. Në gjuhën arabe i thojnë tezkije. Nëse përkthejmë, kjo fjalë i përfshin dy kuptime kryesore. Pra tezkije, nëse dojmë me përkthy, është pastrim i nefsit, pra i shpirtit njeriut, edhe jo vetëm pastrim, mirë po edhe me ushqy, me furnizu, me besim devotshmëri edhe me vese apo cilësi të mira. Kështu e kanë përkthy ulemat e gjuhës fjalën tezkije. Edhe inshallah tema jonë është e sotit, domethënë tezkiyetun nefs. Edhe kur ta përmeni tezkiyetun nefs, që mos më pas nevojë mi përmend unë tuti kuptimet, besoj që neve duhet me na shoqëru gjatë ligjëratës që këto kuptimet se e kanë për qëllim pastrimin e nefsit prej sëmundjeve edhe veseve të këqija, po gjithashtu edhe ushqimin e nefsit me besim, devotshmëri edhe me vese të mira. Për me kuptu se pse val për tezkiyetun nefs, pse me fol na për këtë temë, apo çfarë vlere, çfarë rëndësie dhe peshe ka kjo në fenë Allahut azza wa jall. Padyshim se ai burimi i parë i cili na mëson për këtë obligim dhe ibadet është fjala Allahut azza wa jall. Nëse e marrim surën Ash-Shams wash-Shamsi wa duhaha, ku Allahu azza wa jall e fillon surën me 11 betime. Pra nëse e merr wash-shamsi wa duhaha, pasha diellin edhe shkëlqimin e tij, wal qamari idha talaha, pasha hanën që vjen pas diellit, wan nahari idha jallaha, edhe pasha ditën, wal layli idha yaghshaha, pasha natën e cila mbulon, was samai wa ma banaha, pasha qiellin edhe atë që e ka ndërtuar atë, wa nafsin wa ma sawaha, pasha nefsin edhe atë i cili e ka kriju në formën më të mirë, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allahu e frymëzoi atë nefs për të mirën edhe të keqen. Pra në natyrshmëri njeriu e njeh edhe të keqen edhe të mirën, edhe është i gatshëm me kap edhe të mirën edhe të keqen. Edhe Allahu azza wa jall pastaj thot qad aflaha man zakkaha, me të vërtet ka shpëtuar ai i cili e ka bërë tezkije nefsin, zakkaha. E kena për qëllim qatë që e përmendëm më herët. Wa qad khaba man dassaha, dhe me të vërtet ka dështu, ka humbë dhe shkatrua i cili nuk e ban tezkije nefsin e tij, apo e ka fliq edhe e ka përly me mosbesim edhe me gjunahe. Në gjuhën arabe është një rregull që ka el-qasam o jawabul qasam, është për qëllim betimi edhe përgjigjja e betimit. Tash Allahu azza wa jall në këtë sure, nëse i numrojmë, është betuar 11 herë. Ndërsa ja vlen më përmend se ulemat kur flasin se kur Allahu betohet për diçka që është me rëndësi edhe është e madhe, nuk është diçka që besimtari veç duhet me kalu edhe me ka përcy si diçka plotësuese, jo e rëndësishme.
Mirë po është diçka që është me rëndësi edhe për besimtarit, lip kujdes, lip për kushtim, edhe meditim. E në këtë rast Allahu Azza wa Jall betohet në 11 betime. Edhe kjo është ajo el-qasem që thamë në gjuhën arabe, e përgjigja e këtij betimi apo pse ka ardhur krejt këto betime, pse kanë ardhur, është për çat fjalën ku Allahu thot qad aflaha man zakkaha, me të vërtet ka shpëtuar ai i cili e bën teskije nefsin e tij, apo e pastron dhe edukon nefsin e tij. Mirë po shkatru, thot ai i cili nuk e ka edukuar dhe nuk e ka pastru nefsin e tij prej mosbesimit, apo prej gjunaheve, apo prej veseve të këqija. Për me kuptu edhe ma shumë rëndësinë e kësaj teme, e shohim kur Allahu Azza wa Jall flet për dërgumt e tij, për pejgambert, edhe misionet e pejgamberve, në më shumë se një ajet Allahu Azza wa Jall e përmend veçanti për pejgamberin ton alayhi salatu wassalam. Allahu thot laqad manna Allahu ala al-mu'minin. Allahu Azza wa Jall me të vërtet ju ka bo mirë besimtarve. I ka nderuar ata veçanti në fillim sahabët, kur ja u ka dërguar atyve një pejgamber prej popullive që ata e kanë njoft. E ka njoft mas mirti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj Allahu thot yetlu alayhim ayatihi, që t'u lexon atyre ajetet e librit Allahut Azza wa Jall, e pas kësaj thot wa yuzakkihim, vjen që ajo fjala për cilën e përmena më herët e tezkije, pra t'i edukon sahabët, t'u edukon nefsin e tyre, shpirtin e tyre. Bire, ajo që është më interesant se Allahu Azza wa Jall këtë tezkije, këtë pastrim të shpirtit edhe edukim e ka përmend edhe para mësimit edhe kuptimit të fesë Allahut Azza wa Jall. Se mas këtij ajeti vjen fjala ku thot Allahu wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, edhe t'u mëson librin edhe urtësin apo sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka ardhur para mësimit fes, kuptimit fes, kuptimit të librit të Allahut, ka ardhur teskije, ka ardhur ajo pastrimi edhe edukimi i shpirtit të njeriut që me qenë i gatshëm, i pastërt për mi pranu ato këshilla edhe udhëzime që Allahu Azza wa Jall ka përcjell në librin e tij apo pejgamberi alaihi salatu wasalam në hadithet e tij. Për me kuptu edhe ma shumë rëndësinë dhe rrezikun kur nuk je i vetëdijshëm si besimtar për nefsin tanë, për atë armikun tanë që e kim brendësinë tane, na tregon Allahu Azza wa Jall në surën El-Maide ku flet për bijtë e Ademit, kur e dim na gjunahin e parë apo vrasja e parë që është bo prej bijve të Ademit. Allahu thot watlu alehim naba ibn Adam. Thot Allahu Azza wa Jall lexoja atyre rastin e bijve të Ademit, kur ai njëri e vrau domethënë tjetrin. Për çka? Allahu e përmend më në fund, thot fatatawat lahu nafsu, e përshkruan pse ai e vrau vllahun e vet, thot e ka nxit nefsi. Allahu Azza wa Jall kur e përshkruan këtë rast, arsyen e tregon se ka qenë nefsi i njeriu i cili e ka shty për me vrau vllahun e tij. Pra nuk ja kalon fajin as iblisit, nuk ja kalon fajin as shejtanit të cilin e ka çdo njeri, po nuk ja kalon fajin as halanit e filanit, mirë po ja kalon fajin nefsit të njeriut. Pra nefsi ka në një armik nëse na nuk e edukojmë edhe nuk e pastrojmë ashtu siç Allahu Azza wa Jall na ka porosit, po edhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa prej nuk gaboj nëse tham se prej atyve problemeve më të mëdha që neve na ndodhin sot, ndash në atë nivelin e ummetit në përgjithësi, po ndash edhe në nivel shoqëror, ndash edhe në nivel familjar, po ndash edhe në veten tonë, për me arrit ato arritjet e devotshmërisë apo ibadetit, edhe mu afru drejt Allahut Azza wa Jall. Problemi kryesor, edhe jo i vetmi, s'po them që veç nefsi ka fajët, s'po them se veç ky është armiku që na duhet me njoft, mirë po prej atyve kryesor problemeve më të mëdha është nefsi njeriut. Pastaj pasi e morëm vesh domethënë rëndësinë se çfarë armiku mund të më konë nefsi i njeriut nëse ai nuk e njeh, nëse ai nuk e edukon, nëse ai nuk e menaxhon me udhëzimet e Allahut Azza wa Jall apo të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja vlen me I përmend mjetet, shkaqet apo arsyet që ja lehtësojnë besimtarit për me arrit deri te ky cak për të cilin Allahu Azza wa Jall e ka sjellë atë rezultatin që shpëton ai I cili edukon. Edhe ka humb, shkatrohet ai I cili e ka fliq apo e ka përly.
Mjetet, arsyet apo shkaqet mundemi me i ndan në dy pjesë, në dy kategori. Edhe pse këto dyja janë të lidhta bashkë, është ato njohurit edhe dija, edhe e dyta janë veprat apo ibadetet. Këto dyja nuk ka dyshim, besoj që e dini se të dyjat janë të lidhta mes veti dhe mos. Nuk mundet me shku me ditë, edhe mos me vepru ose me vepru pa dije. Mirë po vetëm për mi klasifikua dhe mi kuptu ma mirë prej arsyeve që hynë te dija edhe njohuria e besimtarit, e para është me kuptu qëllimin e krijimit njerit, ekzistencës tonë. Varësisht se sa na shoqëron që kjo bindje neve si besimtar, varësisht se sa e kena bindjen e madhe edhe e kena vazhdimsi parasysh, atëherë kjo në nxit neve me arrit qatë teskien apo edukimin e nefsit tonë. Nëse e marrë një shembull ma ekstrem që është e pabesimtart, e që është Firaunin për cilin Allah Azza wa Jalla na ka treguar librin e tij, i cili e ka pas pushtetin, e ka pas pozitën, e ka pas ushtrin, edhe ka arrit deri në atë nivel që ka pretendu se ai është Zot. Ana rabbukumul a'la, kështu ka thonë, unë jam Zoti juaj më i lartë. Kur njeri si kën nuk e ka kuptu qëllimin e krijimit, nuk ka mundësi me arrit deri te ajo që po thujmë na tezkije, me eduku nefsin e tij. Separat Allahu edhe në një sure tjetër kur fol për njeriun, edhe ai i cili nuk e njeh esencën sepse ka në këtë dunjë, thot Allahu Azza wa Jall kalla innal insana la yatqa, me të vërtet njeriu i te kalon kufit e vet. Allahu thot kështu, idh arra'ahu staghna, në moment që ai e shef se e ka bu një pozit, e ka bu një pushtet, edhe ka arrit që mu kon pak i panvarur për njerëzve, Allahu Azza wa Jall thot në shumicën e rasteve njeriu i te kalon kufit e vet. I hyp mendje madhësia, del rebelohet përballë krijuesit vet e kështu me radhë tjera. Mirë po jo edhe besimtari. Jo edhe ai që e kupton esencën, synimin, qëllimin që Allahu Azza wa Jall e ka sjell në dynjë. Jo ai që e njeh Allahun Azza wa Jall. Jo ai që e njeh ajetin ku Allahu Azza wa Jall thot qad aflaha man zakkaha, ka shpëtu ai i cili e ka eduku edhe e ka pastru nefsin e tij prej sëmundjeve, kryesisht prej mendjemadhësisë siç është në këtë rast. Pika e dytë që është me rëndësi që të ndihmon pra ty si besimtar edhe mu për me arrit që të farë tezkien edukimin e nefsit në brendësin tonë, është kuptimi realitetit dënjas, edhe zuhdi apo asketizmi për dënjan. Këtë në mëson mas mirëti pejgamberi alayhi salatu wassalam, mirë po para se më përmen hadithet që na e ka mësu pejgamberi Allah, duhet me kuptu se Allah Azza wa Jall thot në Kur'an për dunjan edhe bukuritë e dunjas, inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah Azza wa Jall thot, ne kemi bo dunjan bukuri. Pra në këtë dunjan ka bukuri. Sprov për njerëzimin me pa se kush është ma besimtar edhe kush është ma vepërmir. Pra kjo bukuri, këto të mirat e dunjas, shpesh herë neve na bojnë me haru realitetin e dunjas. Dashtëm apo s'dashtëm, e pranum apo se pranum, shpesh e harujmë. Edhe pse realiteti i dunjas është ashtu siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mali walid dunya, thot unë dhe dunjaja jena sikur ai personi që është një kalimtar, hec udhës, nalët, thot në një pemë për mos trehu në hije me pushu, edhe pastaj thot e vazhdon udhën e tij. Kështu thot jam une me dunjan, edhe kështu duhet me qenë besimtari. Në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ish fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Thot jeton në këtë dunja sikur ti je një udhëtar apo një i huj. Ai huji nuk e ndjen veten sikur në vendin e vet. Pra nuk e përgatit veten sikur në vatanin e vet, po e di që në ditë ka mu kthy. Pra në këtë dunja na e dim se në ditë ka me mbarua dhe në ditë kina mu kthy aty ku është e përhershme. Aty ku është vendi jon, që lusim Allahun Azza wa Jall të jetë xheneti i tij. Ndërsa pjesa tjetër thot jeto sikur të jesh kalimtar. Pra dhe kalimtari edhe nëse nalet me një vend, pushon me një vend, ose i kryn, domethënë ato nevojat e veta, edhe pastaj vazhdon udhën e tij.
Ndërsa në një hadith tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që na e tregon edhe më shumë atë rëndësinë se si e ka kuptuar pejgamberi Allahut dunjon edhe realitetin e dunjos. Tha pejgamberi Allahut, siç transmeton Imam Muslimi pa dhe Buhariu, tha, nëse une, pra pejgamberi Allahut thotë, kisha pas një Uhud apo një kodër me pasuri, thotë nuk më kish kalu 3 ditë vetëm se ajo ishte shpërnda tek muslimanët. Kështu ka qenë realiteti të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dunjas. Mirë po, me këto hadithe nuk e kam njet, as nuk po du me nxit dikan, as nuk e kam atë qëllim që tash na milon ato punë të dunjas, ose milon ato arritjet, sukseset, punën edhe pasurinë që ka nevojë njeriu, për shkak se vetë pejgamberi alayhi salatu wassalam në anën tjetër, nëse e marrmi, është që na nxit për mi arrit ato nevojat tona, mi marr sebepët në atë mënyrën e lejuar që na ka mësu feja jonë. Për atë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, dora që jep është më e mirë se ajo që merr. Kjo është nxitje që ti me punu edhe me arrit atë pasurinë që ti ke nevojë. Ose hadithi tjetër që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me lën familjen tone me pasuri që atë mos më kanë lypsa ose me këshyr tjerë se kush pi ndihmon, tha është më e mirë se sa ata me nejt, domethënë duke i këshyr se kush po i ndihmon. Pra edhe kjo është nxitje. Edhe shumë hadithe tjera, mirë po ajo që është qëllimi pi haditheve që i përmenda më herët për realitetin e dunjos, edhe me kuptu se çfarë është në realitet dunjoja, është qëllimi, me thonë ai qëllimi minimal vetëm me zbut apo me thy atë lakmien e madhe që ndoshta jena zhyt në ta, atë lidhshmërinë e madhe që kena për dunjon ose preokupimin e egzagerum, shumë të madh. Që kjo është domethënë qëllimi i këtyre haditheve, edhe pse edhe vetë është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që na mëson me i marr sebepët edhe mi arrit ato nevojat tona që i kena në këtë dunjon. Pika tjetër është dija për Allahun azza wa jall. Njohuria për Allahun azza wa jall, veçanti me emrat edhe cilësitë e tij. Pra kjo është një ibadet që ndoshta na shumë prej neve kena mangësi edhe na të privum për këtë ibadeti. Me njoft Allahun me emrat edhe cilësitë e tij. Me besu, me adhuru Allahun me emrat edhe cilësitë e tij të bukura dhe të plota. Kur e shohim të sahabët, për shembull një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyet një sahabie dhe i thot cili është ajeti më me rëndësi, më me peshë në Kur'an. Edhe mos gabofsha ka qenë sahabiu Ka'b ibn Malik, i cili i përgjigjet thot ja Rasulullah, thot ajeti më me rëndësi, më me peshë, më i madh në Kur'an thot është ajetul Kursi. Ajetul Kursi, nëse e merr me lexu për kthimin, është pim fillim deri mbarim vetëm për Allahun azza wa jall. Allahu i njofton në robërit e tij për veten e tij, për emrat dhe cilësitë e tij, për madhështinë e tij. Ky sahabi nuk ka pas argument ose nuk ka pas shpallje që kimi u përgjigj, mirë po e kanë kuptuar pi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe edukatën që ja u kanë mbjellë në zemra se tema më me rëndësi, më e madhe, më me peshë është për Allahun. Edhe në Kur'an, përmbajtja e Kur'anit, nëse e marrim me kategorizu ose me nda, një kategori flet krejt për Allahun azza wa jall, edhe kjo është ajo më me rëndësi edhe më me peshë që na duhet mi përkushtu asaj me lexu, me meditim edhe me kuptu. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thani sahabiut, tha kam e ta mësu tani sure, tha surja më e madhe në Kur'an, te e para ke ajeti më i madh, tash këtu është surja. I tha sahabiu, tha ja Rasulullah, masi e krytën namazin, tha cili është ajo sure që më tha kam e ta mësu, është surja më e madhe me përmbajtje, me peshë më të madhe, domethënë në Kur'an, ta është surja Al-Fatiha. Al-Fatiha, surja Al-Fatiha, fillimin e ka njoftim për Allahun azza wa jall, Rabbul Alamin, Zoti i botrave, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, i mëshirshmi edhe mbreti i ditës së gjykimit. Ndërsa nëse e marrim rastin tjetër, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabu, tha kam ja u lexu tha një sure, ajo surja vlen sa 1/3 e Kuranit, për nga vlera edhe shpërblimi kush e lexon, e kupton, e mediton edhe e përjeton ata. Tha ajo është surja Al-Ikhlas, surja Kul huwallahu ahad, që ndoshta edhe më i vogli e dipi muslimanëve. Krejt kjo sure flet për kan për Allahun azza wa jall. Sa Allahu është një.
për emrin edhe cilësitë e tij të bukura. Që i bie njohuria për Allahun, me njoftë Allahun me emra, edhe me cilësit, edhe me madhërin që ati i takon, është prej arsyeve që ta lehtëson edhe ta mundëson që me arrit që të zgjie, me pastru që të nefsin tanë prej smundjeve të këqia, po edhe me mbush me iman, me devotshmëri, modesti edhe me përulje ndaj Allahut Azza wa Jall. E katërta është me kuptu njeriu dobësinë e vet, se njeriu është i dobët. Pra në përgjithësi, duhet me kuptu se njeriu ka aftësi të kufizume, edhe është i dobët. Sado që arrit ato sukseset e veta në dunja, pra ti je i dobët edhe je i kufizum. Ibn Taymija kur flet për raportin krijesë dhe krijues, thot krijesën e dallon një send, ndërsa Allahu Azza wa Jall Allahu veçohet me dy gjëra. Krijesa apo njeriu veçohet me atë veçorinë se është i dobët. Ti smuhësh, dobësohësh, lodhësh, vdes, e krejt ato të metat që i kena në përgjithësi. Ndërsa Allahu Azza wa Jall thot është absolut, edhe i pat meta në emrat edhe cilësitë e tij. Kjo e dallon Allahun Azza wa Jall si krijues, edhe e dyta thot e dallon se Allahu është bujar, edhe është bamirës i mëshirshëm me robët e tij. Për atë edhe ai e meriton në nshtrimin ton, adhurimin edhe respektin ton. Kur jemi të dobësia e njerit, e kundërta e dobësisë është mendjemadhësia. Pra e kundra ati realiteti kur e kupton ti se je i dobët, edhe vetë njerëzit janë dobët, e kundërta e kësaj është ajo mendjemadhësia që e përmenëm edhe më herët, e që kur flet Ibn Kaimi për ato pengesat apo smundjet kryesore që e pengojnë njerin me përfitu për Koranit, me përfitu prej këshillave, apo me përfitu prej ligjeratave, apo me përfitu edhe për një hoxhe, ajo pengesa kryesore thot është mendjemadhësia. Ajo kryja ose koka e problemeve, smundjeve të zemrës është mendjemadhësia, ndërsa kur ta kuptojsh realitetin tanë, se sa i dopt je, sa i kufizum je në atë nafsit tuja, atëherë kjo ta mundson dhe ta lehtëson që me arrit qatë pastrimin edhe edukimin e nefsit tanë. Edhe e fundit, do me thonë, kur po folmi të njohurit edhe të dia, e fundit është me i kuptu kategorit e fetarisë. Me kuptu atë drejtimin tanë, udhtimin tanë drejt Allahut Azza wa Jall. Edhe ibadetet si ibadete, apo devotshmëria si devotshmëria është kategori, nuk është krejt një nivel. Për shembull, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është kthy një ditë prej namazit sabahut, e ka pa një prej grave të tij duke bo dhikr. Edhe i tha, hala, tha, po ban dhikr deri tash, tha, po, ja Rasulallah. Tha, unë e kam bu, tha, një dhikr që nëse krejt ato të që i ki bo, nuk peshojnë, thot, sa i dhikriem. Tha është subhanallahi wa bihamdihi, adede khalqihi wa rida nafsihi wa zinet arshihi wa midade kelimatihi. Kjo është dhe më thonë madhrim për Allahun Azza wa Jall, që i bje që edhe dhikri nuk ka në një kategori. Që e përmendëm edhe Kur'ani për nga përmbajtja edhe tema nuk është një kategori. Në moment që ti e kupton këtë, ato nivelet e devotshmërisë, apo kategorinë e temave të ndryshme cila është më me rëndësi, po edhe ibadetet cilat janë më me rëndësi, cilës me i dhonë përparësi, edhe me bua të renditjen e sakt, atëherë edhe kjo ta lehtëson që me arrit atë farë tezkijën e nefsit në formën më të mirë dhe më të sakt për nefsin tanë. Kjo ishte sa i përket njohurive. Ndërsa pjesa e dytë ke veprat edhe ibadetet. E para janë veprat edhe adhurimet, ibadetet e zemrës. Qashtu që shka ibadete me gjymtyr të jashtme, që shikina namazin, zeqatin, sadakan, respektin ndaj prindërve e kështu me radhë, gjithashtu edhe zemra i ka ibadetet e veta, i ka veprat e veta. Bile nuk ka nevojë nashta edhe me sqaru se qyshe përmenëm më herët, këto dyja e kanë atë lidhjen me zveti me do e mas. Nuk ka mundësi me pas njeri zemër të mirë me besim edhe mës me reflektu jashtë, edhe pse kundër ta
ka mundësi që dikush të jashtëmën me pas mirë, ama të mbrëmshmën mos me pas mirë, na nuk jena të obliguar normal me kontrollu të mbrëmshmën, mirë po, a kanë lidhshmëri mes veti? Patjetër që kanë lidhshmëri. Nuk ka mundësi pra një zemër mu kanë e mirë, e devotshme, me besim edhe me moral, edhe mos me reflektu në përditshmërinë, në jetën e vet, në rrethin e vet. Ndërsa Ibn Kaimi kur flet për rëndësinë e zemrës edhe veprat e zemrës, thot ka mundësi të dy besimtar mu falë thot bashk me një saf. Mirë po thot imani i tyre, devotshmëria dhe ai lezeti që jashtë imani thot është ka mundësi mu ka thot dallimi sikur ajo largësia e qiellit me tokën, ose me thon dita me natën. Çështu ka mundësi me dallu. Çaq ka rëndësi dhe me thon zemra edhe ibadetet e zemrës. E dyta është atë sëmundje që i kina në zemër me i trajtu, me u marë me ato, mu angazhu. Pra ka nevoj kohë, përkushtim, lexim, meditim, pësa nuk është diçka që që thamë ma herët, diçka plotësuese, diçka që mund është me kapërci, mirë po është diçka që është me rëndësi. Se Allah Azza wa Jall kur flet në surën Taha për të kjo fjala tezkije, tezekka, thot Allahu Azza wa Jall: "Wa man ya'tihi mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya." Allahu thot ai i cili vjen mujrim, Allahu Azza wa Jall, i vjen pabesimtar, i vjen zullumçar, fa inna lahu jahannam, për ta është xhehenimi, la yamutu fiha wa la yahya, as nuk jeton, as nuk vdes. Për dëvujtjen shka e ka, edhe dhimbjet shka e ka, ai as nuk mundet me jetu, pas nuk jep Allahu vdekjen. Ndërsa thot: "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihat", ndërsa ai që i vjen Allahut besimtar edhe vepër mirë, fa inna lahu qad amila as-salihat fa ulaika lahum ad-darajatu al-ula, për këtë thot janë darajetet në xhennet, xhennatu adn, xhenneti adnit, tajri min tahtiha al-anhar, ku burojnë edhe rjedhin lumejt. Mirë po në fund të ajetit Allahu Azza wa Jalla përmend thot: "Wa dhalika jazaa'u man tazakka", e ka përmend fjalën tazakka. Kjo është shpërblim për ata të cilët e edukojnë edhe pastrojnë nefsin e tyre që lyp. Tezekka, fjala prej në arabisht është mundi njerit, është sebeb, vepër, sakrificë që ti dush me bo, se nuk është diçka që lind, ose nuk është diçka që veç vjen që aty për një minut. Mirë po lyp punë, lyp sakrificë, lyp mund për kushtim. Edhe e katërta është el mujahada, që lidhet me këtë të mahershëm që përmenëm. Mujahada në gjuhën arabe, domethënë nëse përkthejmë shqip, është përpjekje. Me u përpjek, me u mundu, me trajnu veten, me dhonat sakrificën. Pse Allahu Azza wa Jalla tha në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Allahu tha, ata të cilët mundohen, përpjekën, jahad ose jihad, fjala në gjuhën arabe nëse e përkthejmë është për qëllim përpjekje, mund, me dhonë mund, sakrificë, nuk është diçka e lehtë. Edhe Allahu tha, ata të cilët përpiqen, mundohen, e japin mundin e vet për Allahun Azza wa Jall, ose për me arrit që të farë teskijen që po folmi sot, lanahdiyannahum subulana, Allahu Azza wa Jall thana, do t'ju udhëzojmë ato në rrugën tonë, ose ta mundson Allahu çat teskijen e cila ta mundson me shpëtu tek Allahu Azza wa Jall. Ndërsa për këtë na sqaron edhe më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, kur flet se të ajo që duhet mu mundu, duhet me marrat hapin e parë vetë njëherë njeri apo besimtari, duhet me sakrifikuat mundin tanë për me arrit një sen, edhe për me arrit jo vetëm të skien, po ndash në aspektin e dunjas, po ndash në sajt fes, lyp sakrificë dhe lyp mund. Për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur foli për disa cilësi, tha: "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Ai i cili mundohet me bo sabër, domethënë mundohet, e jep mundin e vet, Allahu Azza wa Jall i jep sabër. "Wa man yastaghni yughnihi Allah." Ai i cili mundohet me qeni panvarur, mu ka një knasht me atë që e ka, Allahu Azza wa Jalla mundson që ai mu ka një panvarur për tjerëve. "Wa man yata'affaf yu'iffahu Allah." Ai i cili mundohet mu ka një përmbajtur, mos mi pas syt në përgjepat e të hujve, ose mi pas të mirat edhe me lakmut e tjerë, Allahu Azza wa Jalla mundson që ai mu ka i përmbajtur. Do më thonë, lyp në fillim atë sebepin, atë mundin tanë, mirë po pastaj vjen suksesi edhe udhëzimi prej Allahut Azza wa Jall. Edhe e gjashta në fund, që është shumë me rëndësi, është lutja, duaja.
Bile lutja për diçmërinë tonë, jetën tonë si besimtar, duhet na me jetu sikur Omeri që ka thonë në një fjalë të tij, thot unë nuk e kam dert, thot a më vjen përgjigjja apo jo. Unë e kam dert, thot a i lutna Allahut Azza wa Jall apo nuk i lutna. Që ta thot e kam dert. Përgjigja është në dorën, në dijen edhe urtësinë e Allahut Azza wa Jall. Për atë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur jemi te teskia, edukimi dhe pastrimi i nefsit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte që e bante një dua. Allahumma rabbi ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bëu dua tek Allahu Azza wa Jall, o Zot, jepja devotshmërinë nefsit tim. Edhe pastaj thot wa ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha, thot bane tezkia, edukoje nefsin tim, pastroje nefsin tem, furnizoje me besim edhe devotshmëri, anta khairu men zakkaha, ti je ai që mas mirë ti e ban tezkia nefsin tem. Ky është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e tregon atë nevojën, fukarallëkin edhe dobësinë para Allahut Azza wa Jall, edhe për çka, për nefsin e tij. Kjo është mësim për neve si besimtar, që kjo lutje nuk guxon mu konë na mës me dit, edhe mës mu lut për nefsin ton që Allahu Azza wa Jall me na mundsu, pra na i pastron këto nefset tona, mi eduku në atë formë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Për në fund dhe lusë Allahu Azza wa Jall që të na i mundson, na i edukon nefset tona, na i pastron prej sëmundjeve dhe veseve të këqija, gjithashtu na i mundson që të na i mbush ato me besim, me përullje ndaj tij, me edukat edhe modesti, po gjithashtu me vese të mira, që t'i dalim atij me zemrat shëndosha dhe me nefs të pastër. Allahu ju shpërbleft. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.